nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9. Michael Durkee, dëshmitari i mbrojtjes dhe i cili shërbeu si këshilltar politik i komandantëve suprem të forcave aleate të NATO-s në Evropë, gjatë periudhës përkatëse, vazhdon sot dëshminë speciale. Ish këshilltari politik i generalit Clark, dje gjatë dëshmisë në Hag, u pyet për takimin që ka thënë se ka shoqëruar shefin e tij me Hashim Thaqin. Atij u shfaq edhe një dokument si provë nga mbrojtja. Kurse dje ka përfunduar dëshminë e tij në gjykatën speciale, ish diplomati amerikan Christopher Hill. Ai tha për Hashim Thaqin se kishte përshtypjen se ishte një njeri i besueshëm si bashkëbisedues, por nuk ishte vendimarrës. Sot mbahet seanca gjyqësore ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit. Prokuroria speciale ka ngritur akt akuzë kundër Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit të dyshuar për spionazh. Ata ishin arrestuar në muajin qershor të vitit të kaluar, ndërsa prokuroria ka theksuar se ekziston dyshim i bazuar se secili prej tyre ka kryer veprën penale të spionazhit. Një tjetër protestë do të zhvillohet sot, organizuar nga sindikata e punëtorëve të RTK-s, aty ku thuhet se do të bëhen publik hapat e mëtejmë, përfshirë nisjen e grevës dhe bojkotit të punës, nëse situata nuk ndryshon sa i përket pagave për rreth 700 punëtorët e mediumit publik. Kjo sindikat këtë ka quajtur thirrje për mobilizim të madh, por siç kanë thënë, për të mbrojtur të drejtat dhe dinjitetin e punëtorëve të RTK-s. Kjo është protesta e dytë e thirrur nga kjo sindikat, pas asaj të datës 6 nëntor, që u mbajt po ashtu para hyrjes së televizionit publik. Punëtorët e RTK-s vazhdojnë të jenë pa paga derisa data shënon 13 nëntor. Edhe BSPK e sbashku kanë dalë në përkrahje të protestës që për sot është thirrur nga sindikata e punëtorëve të RTK-s. Temperaturat e ulta dhe qëndrimi në ambiente të mbyllura po ndikojnë në përhapjen e viruseve, ndërsa qendrat shëndetësore raportojnë një rritje të numrit të pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore. Mjekët u bëjnë thirrje qytetarëve që të tregojnë kujdes dhe të kryejnë vaksinimin kundër gripit si mënyra më efektive për të shmangur komplikimet, veçanërisht për të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike. Instituti i Shëndetit Publik apelon për masa shtesë higjiene dhe shmangje të kontakteve të ngushta në ambiente të mbyllura. Me afrimin e muajve të ftohtë, vendi po përballet me shtim të ndjeshëm të rasteve me grip sezonal. Temperaturat e ulta, qëndrimi gjatë në ambiente të mbyllura dhe qarkullimi i viruseve e kanë rritur ndjeshëm numrin e qytetarëve që kërkojnë ndihmë mjekësore në qendrat shëndetësore. Mjekët familjar thonë se simptomat më të shpeshta të gripit sezonal janë temperaturat e larta, dhimbja kokës, kollitja, dhimbja fytit dhe lodhja e përgjithshme. Edhe pse në shumicën e rasteve gripi kalon pa komplikime, ai mund të paraqesë rrezik për personat me sëmundje kronike, të moshuarit dhe për fëmijët e vegjël. Ftofja kalon shumë lehtë, mund të mos më përcjell me ndonjë temperaturë të lartë dhe plagështi të madhe, do të mund të pas shkuarje të hundës, dhimbje pak të fytit, simptome të traktit sipër respirator, ndonjë koll, diçka ashtu i përcjellshëm, mirë po te gripi simptomet janë pak më të rënda. Do me thonë, gjithmonë atakohet pjesa e rrugëve sipër me të frymarrjes, fillon të me dhimbje do thotë të fytit, me ndonjë koll karakteristik, qoftë produktiv, qoftë i thatë, mandej me shkuarje të hundës, me ethe, dhimbja trupit është karakteristike, plagështia, humbja apetitit, do të thonë disa persona mundin marrë dhe në gjendje që edhe me ndajt rrotë. Grezda shpjegon se vaksinimi kundër gripit është mënyra më sigurt për të parandaluar format e rënda të sëmundjes. Sipas saj, vaksina ndihmon trupin të krijojë mbrojtje ndaj viruseve që qarkullojnë çdo vit, duke ulur ndjeshëm mundësinë e komplikacioneve. Prej 1 tetorit deri më dje, kur faktikisht edhe kemi të protokolluar dhe kemi të shënuar numrin e vakcinave, ka arrit diku 8516. Sipas ekspertëve shëndetësor, interesimi për vaksinën është i shtuar dhe moshat që vijnë më së shumti janë mbi 60 vjeç. Gjithashtu, numri të vaksinuarve mbetet thuajse i njëjtë me atë të viteve të kaluara. Ndërkaq, Instituti i Shëndetit Publik në një njoftim apelon për kujdes të shtuar, duke mbajtur higjienën personale, ajrosin e ambienteve të mbyllura dhe shmangjen e kontakteve me persona të sëmurë.
Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe zhvillimet të tjera, takohemi në edicionin në orës 11. Ne ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim.